Miqtë Prizmës, erdhe një dy miq sot në galeri dhe krahas punëve dhe bisedës për artin, për galerinë, për fondin që ka dalë, dolën pimi kafe dhe në kafe filloi biseda politike dhe njëri prej tyre, mik i vjetër, më thot, pse s'ka një protesta në Shkodër, është e çuditshme. Duhet ishte vend që do të reagonte më ashpër. E pash. Jo të e kam seriozisht, m'jepi përgjigje se nuk më rrit ta kuptoj. Pastaj shtoj që Shkodra është vend i djathtë pavarësisht nëse ka votuar Benetin, ose ka votuar Partinë Socialiste, ose siç është shumica, po ne e kuptojmë të gjithë që Shkodra për krah të djathtën, pavarësisht se këtu ne fillojnë të ngatrohen punët pak majtas djathta, se djathta atë që mund të konsiderohet raport me krahun politik, Shkodra ka sigurisht me djathtën. Okej. A marrove pyetjen? Miku jem, pa tha, marrova, okej. Pikërisht këtu është sapet. Shkodra duke qenë e djathtë, nuk mund të merret, nuk mund të përkrahet dhe nuk mund të shkojë mrapa i diçkaje që është ultra e madhe. Aty tash bëri një lëvizje kështu u të rroq mrapa. Po përpara se të nxjerrësh konkluzionin, duhet të kuptosh pse realisht unë them, jo se ti ke në një dyshim nëse unë mendoj po apo jo, nëse unë jam prerazi. Unë jam i bindur, plotësisht i them që ajo është një lëvizje ultramajtiste me nuanca nga më të ndryshmet në një anarki idesh dhe mendimesh, plus edhe marrëzira revolucionare flamingosh, por që mbeten gati si gardisët e kuq, me ngjashmërina shumë të mëdha, po tha, kam lexuar atë shkrimin. Me ngjashmërina shumë të mëdha me marrëzinë e revolucionit kultural proletar në Kinë dhe pastaj budalliqet e Evropës me ultramajtizëm. Dhe Shkodra këto nuk i hajnë. Nuk beson ka revolucionar të tillë, sepse sigurisht ato bëjnë keq pastaj. E dyta, nuk mund të dalë Shkodra e Partisë Demokratike mbrapa tyre, sepse ata rrinë e thonë Berisha në burg. Ata sigurisht po i shkuan Partisë Demokratike, kryetar të Partisë Demokratike kanë Sali Berishën. Dhe ata nuk mund të jenë me këtë parrull. Socialistat e majta, grupimi rreth majtës, nuk shkojnë jo, sepse kjo lëvizje i drejtohet pushtetit. Dhe ky pushtet është edhe në Shkodër, por është një pushtet i cili i ka treguar Shkodrës që sigurisht në Shkodër ai investon, punon. Dhe kjo është një arsye tjetër. Pra të parën, sepse pikërisht janë radikal ultramajtis. Çfarë s'ka brenda pastaj islam politike, jo vetëm ultramajtizmin, por edhe pjesë të sorosizmit, e një majte që është kundra gati të majtës sonë. Normalisht pastaj, sepse ata që janë me Partinë Demokratike dhe Sali Berishën nuk mund të dalin, se thonë Berisha në burg, nuk mund të dalin dhe Shkodra e cila është me Belet Becin. Nuk del dot Shkodra e cila i ka dhënë votën atij, po pret të mirat që vijnë nga ai. Edhe kush është? Shërbimet më të mira, investimet më të mira, pastrimi më i mirë, puna më e mirë, stabiliteti, po themi, investues dhe urban më i mirë. Normalisht ka punë për të bërë shumë, por janë të bindur që punët janë për mirë më mirë. Sigurisht që shkojnë në drejtimin më të mirë, për shkollat, për rrugët, për kanalizimet, për ndriçimin, për turizmin, për njerëzit, në përgjithësi, për kontrollin e territorit, për hapjen e kanaleve, tash që është verë, që punohet për ujin që vjen më me presion. Sigurisht ka shumë për të bërë, sigurisht kanë për të mbledhur plerat më mirë. Kam idenë që bashkia ose kryetari i bashkisë nesër mas nesër do të vendosë ta pastrojë dhe ai Shkodrën me anë të ndërmarrjes pastrimit
të bashkisë edhe jo të këtyre tendereve që janë maskarelleqe që nuk bëjnë punën. Ti paguan miliarda ose miliona në rastin konkret dhe nuk bëjnë punën. Pra, do ta bëj vetë, do ta bëj akoma më mirë. Pra janë investimet, shërbimet, raportin e ndryshëm që ka bashkia me dikush, se do ta përkraj protestën. Nuk e përkrah dot sepse sigurisht i metet në fyt, ai pret, është një shoqëri e cila pret më tepër. Dhe e fundit është se me revolucionet edhe me anarkizmat Shkodra ka hequr dorë. Janë 4 arsye të mëdha. Ka hequr dorë një herë për gjithmonë. Dashje pa dashje edhe periferia që është i bashkohet qendrës së Shkodrës. I përmend edhe një fjalë. U bë gati i them që dali dhe Mariana Koçeku, por nuk ju erdhi këtu në Shkodër. Shkoi në Tiranë. E para se kishte frikë, se sigurisht do bënte fiasko, do dilte me 5 vetë. Dhe e dyta, se nuk është e bindur edhe vetë që shpohet, se sa e duan ose nuk e duan në Shkodër. Sa e përkrajnë dhe sa nuk e përkrajnë në Shkodër. Pra, janë këto 4 arsyet cilat Shkodra i ka në vetvete, që jo vetëm që nuk e përkrah protestën, po e konsideron një humbje kohe të jashtëzakonshme, konsideron shumë element që janë protestë që duhen parë me kujdes, dhe që duhen marrë parasysh, dhe që duhen ndrequr. Sigurisht çfarë do lloj proteste do të nxjerrë diçka e cila sigurisht duhet rregulluar. Pa dyshueshmërisht duhen rregulluar, por jo nga këto. E pesta, arsye e pestë është se aty dalin njerëz të cilët nuk janë asgjë, nuk duan të thonë asgjë për Shkodrën. Shkodra shkon edhe mas individëve, që flasin mirë, që elaborojnë mirë, që kanë dhënë shembuj, edhe që Shkodra mund gjysma t'i doj, gjysma mos t'i doj, por që të kenë dhënë shembull, që t'jenë persona të cilët kanë pasur guximin dhe kanë pasur mendimin për të folur, për të mbajtur qëndrime, për të thënë diçka. Aty janë njerëz no name, no face, të cilët sigurisht nuk mund të tërheqin Shkodrën mrapa. As kanë për ta tërhequr dhe nuk kanë për ta zgjuar nga ai mendim që i vjen në gjumë kur është fjala për protesta të tilla të cilat kanë lindur për të mos përfunduar. Kanë lindur që mos çojnë deri në fund kauzat. Kanë lindur për të shkatërruar kauzat. E kanë vërtetuar këtë me protestat e Berishës, tash po e vërtetojnë me një protestë tjetër që është edhe më keq se sa ato të Berishës. Pavarësisht elementëve të cilët padyshueshmërisht duhen parë me vëmendje më të madhe dhe duhen aprovuar për të rregulluar. Dakord, miqtë mi?